Me siguri e keni dëgjuar këtë shprehje kudo, pastrim mëlçie apo detox mëlçie. Duket sikur është trendi i momentit, por a qëndron vërtet? A ka ndonjë bazë shkencore pas gjithë kësaj? Le t'i hedhim një sy më thellë. Dhe këtu është e vërteta e madhe. Mëlçia nuk është si një dhomë e papastër që duhet ta fshim ne. Përkundrazi, ajo është sistemi i pastrimit. Imagjinojeni kështu. Ajo nuk i mbledh toksinat, ajo i kap, i neutralizon dhe i nxjerr jashtë. Në rregull, pra nëse nuk ka nevojë për një pastrim nga jashtë, atëherë çfarë bën saktësisht mëlçia? Bëuni gati, sepse puna e saj vërtet është shumë më komplekse dhe mahnitse nga sa e mendoni. Për të kuptuar sa jashtëzakonshme është, mjafton të mbani mend këtë numër, 500. Po, mëlçia kryen mbi 500 funksione të ndryshme në trup. 500. Pa diskutim, është organi më i zënë që kemi. Për ta bërë më të thjesht, mund ta mendojmë si dy profesione të ndryshme në një organ të vetëm. Nga njëra anë, është një kimiste gjeniale që çmonton kimikate të rrezikshme, dhe nga ana tjetër, është si një zyrë postale super efikase që paketon dhe dërgon proteina dhe hormone kudo ku ka nevojë trupi. Këtu i kemi të përmbledhura detyrat kryesore. Ajo neutralizon kimikatet, prodhon vrerin, atë lëngun që na ndihmon të tretim yndyrnat, dhe, siç e tham, vepron si një fabrik hormonesh dhe si një zyrë postare, secili prej këtyre roleve është absolutisht thelbësor për të funksionuar siç duhet. Dhe ja një fakt interesant që ndoshta nuk e dinit. Pjesa më e madhe e kolesterolit në trupin ton nuk vjen nga ushqimi, por prodhohet nga vetë mëlçia, duke përdorur karbohidratet dhe sheqernet që ham. Dhe ky kolesterol pastaj bëhet lënda e parë për hormone jetike, si kortizoli, hormoni që na ndihmon të përballojmë stresin. Me gjithë këtë punë, çfarë ndodh kur sistemi fillon të mbingarkohet? E po, trupi na jep disa sinjale. Le të shohim se cilat janë shenjat që tregojnë se mëlçia jon po kërkon pak ndihmë. Kjo është pyetja kryesore, apo jo? Problemi është se trupi dërgon sinjale, por ato shpesh janë aq delikate ose të përgjithshme sa që ne i nashkalojmë fare pa e kuptuar që burimi mund të jetë pikërisht mëlçia. Ja disa nga sinjalet më të zakonshme. Gjëra të tilla si kruarja e pashpjegueshme e lëkurës, një ndjenjë vazhdueshme lodhje, dhimbje kyçesh, apo edhe të përzjera të herpashershme, të gjitha këto mund të jenë mënyra se si mëlçia po thotë, "Ej, kam nevojë për pak mbështetje këtu poshtë." Mirë, tani vim te pjesa më e rëndësishme. Çfarë mund të bëjmë konkretisht? Le të kalojmë te zgjidhjet praktike. Do të flasim për ushqimet specifike që mund të ndihmojnë për t'i dhënë mëlçisë atë shtysën që i nevojitet. Po të duhet të zgjidhnim vetëm një grup ushqimesh për të filluar, padyshim do të ishin perimet kryqëzore. Po flasim për brokolin, lakrën, lulelakrën, rukollën, këta janë heronjtë e vërtet kur bëhet fjalë për shëndetin e mëlçisë. Dhe jap se sekreti i tyre fshihet te një përbërës me një emër pak të çuditshëm, sulforafan. Mendojeni si një truproj personale për mëlçin. Ai e ndihmon atë të pastrojë më mirë kimikatet, lufton inflamacionin dhe mbron qelizat e saj nga dëmtimet e mundshme. Tani, dëgjoni këtë pjesë, sepse është thelbësore. Enzima që zgjon apo aktivizon sulforafanin shkatërrohet nga nxehtësia. Pra, kur gatuem brokolin, ne praktikisht e çaktivizojmë fuqinë e tij. Por, ja një truk genial. Nëse shtoni diçka të pagatuar nga e njëjta familje, për shembull pak mustard ose disa filiza brokoli në pjatën tuaj me brokoli të gatuar, jo mund ta riaktivizoni atë enzim. E pabesueshme apo? Shumë mirë, le të shtojmë edhe 3 aleatë të tjerë të fuqishëm në listë. E para, hudhra, e cila është fantastike për proceset e detoksifikimit. Pastaj, shafrani indis, i cili fal kurkuminës është një nga antiinflamatorët më të fuqishëm në natyrë. Dhe së fundi, panxari, i cili mbron qelizat e mëlçisë dhe ndihmon në tretjen e yndyrnave. Tani, për të kompletuar këtë listë të fuqishme, le të flasim për 2 kategori të tjera që shpesh neglizhohen. Dhe pastaj, do të zbulojmë sekretin më të madh dhe më shpresdhënës të mëlçisë. Po, kërpudhat. Ndoshta nuk i keni menduar kurrë në këtë kontekst, por ato ofrojnë një përfitim vërtet unik dhe tejet e rëndësishëm për shëndetin e mëlçisë. Arma e tyre sekrete quhet glutation. Njihet ndryshe si antioksidanti mjeshtër i trupit dhe është absolutisht thelbësor për mëlçin. Lajmi i mirë, kërpudhat janë një nga burimet ushqimore më të pasura me këtë përbërës të çmuar. Dhe së fundi, yndyrat e shëndetshme. Mos keni frikë për tyre. Avokadot, përveç yndyrnave të mira, janë gjithashtu plot me glutation. Studimet tregojnë se vetëm një avokado në javë mund të bëjë një ndryshim të matshëm.
E njëjta gjë vlen edhe për vajin e ulirit ekstra të virgjër. Një sasi e vogël, vetëm një lugë çaji në ditë, ka një efekt të jashtëzakonshëm anti-inflamator. Dhe kjo na sjell te pika më e rëndësishme dhe më optimiste e gjithë kësaj. Mëlçia ka një superfuqi. Ajo është organi më rezistent që kemi. Ka një aftësi të pabesueshme për të duruar, për të riparuar veten dhe për të rigjeneruar. Pra, në fund të ditës, pyetja e vërtet nuk është si ta pastrojmë mëlçin, por si ta mbështesim aftësinë e saj natyrore për të qenë fort. Duke i dhënë ushqyesit e duhur, ne thjesht i japim këtij organi të mrekullueshëm mjetet për të bërë atë që ditë bëjmë më mirë, të na mbajë të shëndetshëm. Dhe gjithçka fillon nga ajo që zgjedhim të vendosim në pjatë.